Kthimi i Durrësit në një destinacion thuajse gjithvjetor ka bërë që shumë qytetarë të ndryshojnë mënyrën e qiradhënies së apartamenteve të tyre, nga qira mujore në ditore. Vitet e fundit është trefishuar numri i apartamenteve që rezervohet me qira ditore në platformat e huaja online. Para 3 vitesh në Durrës, brenda në qytetin e Durrësit, po flasim, ka patur diku ke 200 apartamente në total, ndërsa pas 2 vitesh ne kemi vënë re që është një trefishim i këtij numri. Vetëm në Durrës kemi një numër diku tek 600 deri në 800 apartamente që jepen me qira ditore. Sipas agjentëve imobiliar, edhe të huajt që blejnë pasuri të paluajtshme në Bregdetin Durrësak, i shohin ato si një formë investimi shumë vjeçar. Në qytetin e mbi ngopur nga ndërtimet, kërkesa për pasuri të paluajtshme mbetet e lartë, ndërsa oferta është e ulët, pasi ka pak ndërtime të reja. Po ndërsa po flitet për çmime të çmendura në tregun imobiliar në Tiranë, në Bregdetin e Durrësit, ato kanë rritje të moderuar dhe mund të flitet për një treg me çmime të konsoliduara. Krahasimi midis Tiranës dhe Bregdetit nuk është e vërtetë si lajm, për arsye sepse në Bregdet ka një stabilizim të çmimeve, që të cilat kapin deri në 1300 ose në vit të parë me 1500-1700 euro metri. Flasim për pjesën e Golimit që tani kemi një unifikim të çmimeve që varjojnë tek 1100 deri në 1300 metri katror, më pas për Qerretin që varion nga 1500 deri në 1700, dhe plazhi pastaj që është me 1400 deri në 1700. Në flasim largësi domethënë diku ke 200 metra distancë ose 100-150. Pastaj në vit të parë kemi një çmim që mund të kapë maksimumi 2500 euro metri. Çmimet e reja të referencës që hyn në fuqi rreth 2 muaj më parë përcaktonin se zona e dytë më e shtrenjtë e Bregdetit Durrësak është pikërisht Gjiri i Laçzit, e konsideruar si zonë elitare. Aty çmimet e metrit katror dhe vilave kanë kapur majat. Zona e Gjirit të Laçzit mahet një nga zonat elitare ose luksoze. Që është një zonë që çmimet variojnë diku ke nga 3000 deri në 4000 euro metri katror. Gjithmonë varet nga largësia, nga mobilimi. Në gjithë Laçzit mund kemi vilat nga çmimi 1.700.000 euro, domethënë deri në 2 milionë euro maksimumi. Zona e Gjirit të Laçzit ofron infrastrukturë të rregullt, gjelbërim të mbrojtur dhe siguri, gjë që qytetet nuk e ofrojnë dot, ndaj blerësit e shtresës së lartë janë të gatshëm të paguajnë për këtë privatësi, qoftë edhe për disa muaj të vitit.